Coach, very intensive game. You were 16 points behind, but you managed to come back and then to have a lead. What happened in the second quarter, at the end of the second quarter? How did you manage to get the win? I mean, first, to say that the game was very important for us, and I believe also for them. We must know they are missing two, including Paljoka. Now he's not with them, but they missed three important, very perimeter players. And we didn't know that it will be like that, except Paljoka, of course. So we prepared some different way, and they used very well, big guys in the zone. So we had to struggle in the zone until and they missed also another point guard. So finally, I didn't like how we played the zone. We played bad, but what is important, we lost very bad way the game 2 days ago against Vlasnimi, and now we supposed to find a way to pick up focus and energy, and we find it. Even we make, as you said, minus 16, so we catch them and beat them. Right now, in this moment, it must be, alhamdulillah, it is like that, and we are a little bit better team because they are missing right now the players, and that's the reason actually that we win. We have more players. Yeah, and the last question, Chad Brown, is he going away? Yes, he is going away. I mean, that was his last game. Yeah. Okay. Thank you very much. Thank you very much. Pra, trajneri, is it Adis Bechiragici? Just let me translate and then, okay, you can, yeah, please. Okay, I will translate very shortly what Coach Adis said. Ajo që tha trajneri Adis Bechiragici është e pyeta, u kthye nga minus 16, arriti që ta kontrolloj lojën. Tha, po na e kemi ditë që skuadra e Bashkimit i mungon 3 lojtar, e humbën edhe Valion Bunjakun sonte në pjesën e dytë. Nuk kemi pas përgjigje ndaj zonës të cilën e ka luajtur Bashkimi, megjithatë kemi luftuar. Lojtarët e Bashkimit, sidomos lojtarët shtatlartë, kishte fjalën për Bickerstaffin edhe për Lekun, u përgjigjen në mënyrë të mirë. Ne kemi pas telashe për ta thyer zonën e tyre, megjithatë në pjesën e dytë arritëm të menaxhojmë dhe shqyr Zotit ta fitojmë këtë ndeshje. Në mungesë të 4 lojtarëve, tha megjithatë nuk ka qenë i lumtur me mënyrën se si kanë luajtur lojtarët e tij. E rëndësishme ka qenë fitoria për Trepçën. Në fund e pyeta nëse Chad Brown është duke shku, po tha sonte, kjo ka qenë ndeshja e fundit për Chad Brownin, i cili do të largohet. Ndërsa tash me neve është trajneri Jovic. Coach, intensive game. You started very well. You had plus 16 points advantage, and then you lost it. What happened since the 16th minute of the game till the end? How did you lose the game that you had in your hand? It happens that we don't have 6-7 players in our rotation, and I can only say that this is a surprise. That we were competing against one full team like Trepča. Of course, congratulations for them. But I'm very proud how my team is competing in these circumstances. We have injuries in our roster. We have not quality on the practice, but definitely we have a great character, and I believe that we will return back when we full our roster with the players who are injured, and of course we will bring some quality players to add in our team to make ourselves stronger. How serious is the Valion Bunjaku's injury? But we still don't know. He needs to go on MRI. You know that we are playing here with Kosovo rules, so in this case everybody is playing out of position. We are playing with a 5-man as a point guard whole game, and 4-man as a 2-man, so this is not a clear basketball. But at least you can compete, and I really believe that we compete today. So this is the only way. Thank you very much. Thank you. Pra, trajneri Jovic i pyetur se kishte e përsi prej 16 pikëve dhe humbën këtë e përsi në pjesën e dytë. Çka ndodhi dhe si e hupën ndeshjen, cili ishte momenti kyç? Tha, po, a din si nuk është lehtë të luash në mungesë të 6-7 lojtarëve.
edhe Valoni u lëndua sonte. Nuk po kemi, tha, kemi garuar kundër një skuadre komplete si Trepça, ja uroj fitoren Trepçës, tha përveç që po na mungojnë pra në ndeshje, po na mungojnë edhe stërvitjet kualitative, në munges të 6-7 lojtarët, tha kjo është ajo me cilën po përballemi, i uroj lojtarët e tij për luftën, betejën dhe mundin të cilën e kam bërë sonte për të mbetur në lojë, gjithsesi tha se do të kthehemi në momentin kur të kompletohemi dhe ai beson në skuadrën e tij. Adhurës së basketbollit ishte kjo e tëra për sonte nga palestra Sezai Suroi, ku Trepça pra fitoi pas asaj disfatë ndaj Vllaznimit, ndërsa për Bashkimin është kjo disfata e tretë është pas ciklit të parë vjeshtor perfekt të cilin e përmenda, gjithsesi se kjo ligë, pra elita e basketbollit kosovar, është ndruar në një kazan basketbollistik i cili po vlan dhe ky është vetëm fillimi. Në emër timin personal të ekipit realizues Effect Media për Art Motion kaq për sonte, e ju vazhdoni të qëndroni me Art Motion dhe mbrëmjen e Champions League.